Shikues të nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni i lajmeve i orës 23 këtu në televizionin publik. Me natën e zjarreve u përmbyll manifestimi traditori e epopesë së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për të 27-ën herë me radhë u ndezen flakadanët në prekazin heroik për të kujtuar luftën dhe sakrificën e komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari dhe familjes Jashari të rënë për lirinë e Kosovës. Ndezja flakadanëve që simbolizon përhapjen e flakës së lirisë në gjithë vendin, edhe si vjet bëri bashkë me qindra qytetar shqiptar. Kjo natë përmbledh kujtimin traditor të sakrificës dhe flijimit të familjes Jashari, apo epopesë së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ndezja flakadanëve u bë në 7 rajone të Republikës së Kosovës. Në ditën e tretë e epopesë qlirimtare të Kosovës nga prekazi legjendar u ndanë rrëfime histori të rënjes heroike të familjes Jashari. Në përmbyllje të epopesë u nderua sakrifica e Jasharëve dhe gjithë të rënëve për lirinë e vendit. Rrëfime që frymëzojnë histori për rrethimin e hekur të familjes Jashari u ndanë të premten nga prekazi legjendar në studion e hapur të radio-televizionit të Kosovës. Në ditën e tretë, epopesë së ushtrisë qlirimtare të Kosovës u nderua betejë historike në prekaz dhe qëndresa e familjes Jashari. Rënja heroike e familjes Jashari u konsiderua si moment kthese për të gjithë shqiptarët, një pjesë të cilëve u rreshtuan për të mbrojtur atë-dheun. Fjala luftë mbërthen e vetë të gjithë sakrificën dhe të gjithë vështërsitë, por nuk mund të kuptohet njëjtë sikur ata që e kanë përjetu. E pikërisht prekazi konsiderohet vendi ku e ka zanafillën UÇK-ja. Rënja heroike e tyne shërbeu si një moment kthese, si një moment ndërgjegjësimi kolektiv se do të thotë të gjithë duhet një farë mënyrë të japim diçka për të fituar më të shtrejtën, për të fituar lirinë. Në këtë kohë Jugosllavia kishte adaptuar madje një tank sovjetike, e cila mendohet që një prej rasteve të para kur është përdorur ka qenë pikërisht gjatë luftimeve të prekazit. E për sfidat në identifikimin e trupave të familjes Jashari, informacione ndau ish drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu. Ka qenë momenti më, të them, i vështirë, më krenar për mua, por dhe gjatë të rrugës me një breng, sepse po hymë në diçka të cilën faktikisht e prek historinë, se si do t'ja dalë kësaj pune, normal e frika më ka përcjell gjatë tan kohës, edhe pse do të kemi gjetur artefakte dhe shenjat e moshës dhe të gjitha gjërat tjera të cilat në fakt edhe pas analizave, arritjes analizave të ADN-s prej ICMP-s e vërtetuan dhe thot identitetin e tyre. Qytetarë të shumët edhe këtë vetë vizituan kullat e Jasharëve me rastin e epopesë së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Bashkimi Evropian thotë se Serbia me sjelljen e saj në Këshillin e Evropës është duke shkelur marrëveshjen e Ohrit të vitit 2023 në të cilën mes tjerash i kërkohet Beogradit të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Kosova hasi edhe në një pengesë tjetër gjatë kësaj jave në Këshillin e Evropës, pasi kërkesa e saj për të qenë mysafire speciale në Komitetin për Çështje Politike dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare të Këshillit u hoq nga rendi i ditës të mërkurën. Bashkimi Evropian konsideron se Serbia ka shkelur marrëveshjen e Ohrit me qasje ndaj procesit që Kosova të ketë statusin e mysafirit special në Komitetin për Çështje Politike dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Sjellja e Serbisë në Këshillin e Evropës është në kundërshtim të qartë me detyrat e Serbisë që dalin nga marrëveshja e Ohrit, e cila në nenin 4 përcakton se Serbia nuk duhet të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Kërkesa në fjalë ishte në rendite në takimin e Komitetit për Çështje Politike dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare më datën 5 mars, por u hoq papritmas nga rendi i ditës. Zyrtarët serbe konsideruan këtë si të arritur të tyre. Ana Brnabić, kryetare e Parlamentit të Serbisë, e cilësoi këtë fitore modeste, por të rëndësishme për shtetin e saj. Marrëveshja e Ohrit është pjesë përbërëse e kornizës negociuese për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Detyrimet e kësaj ujdie gjithashtu janë pjesë përbërëse e rrugtimit evropian të Kosovës.
Ndonë se marrëveshja e marsit të vitit 2023 nuk është nënshkruar, për Bashkimin Evropian ajo është ligjërisht detyruese për të dyja palët. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte do ta vizitojë të martën Kosovën. Rutte do të shoqërohet nga zëvendësja e tij Radmila Shekerinska, ka njoftuar NATO. Rutte do të takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti, ndërsa do të mbajë konferencë të përbashkët me presidenten. Krahas takimeve me krerët e shtetit, Rutte do t'i takojë edhe shefat e misioneve të Bashkimit Evropian, EULEX-it, UNMIK-ut dhe udhëheqësin në detyrë të misionit të OSBE-s. Lidhur me vizitën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, kryeministri Kurti është takuar me komandantin e KFOR-it, General Major Enrico Barduani, ku përveç kësaj kanë diskutuar për çështjet e sigurisë dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm. Zyra e kryeministrit ka reaguar ndaj debatit mbi dëshminë e Albin Kurtit për rezervat shtetërore, duke e cilësuar si përpjekje për manipulim politik. Në reagim thuhet se kryeministri nuk ka refuzuar të dëshmojë, por ka ofruar bashkëpunim të plot sipas praktikave ndërkombëtare. Qeveria thekson se mbështet drejtësinë, por refuzon politizimin e saj, duke rikujtuar reformat e ndërmarra kundër korrupsionit. Kryeministria përmend se dëshmit në zyrën e tyre i kanë dhënë 2 ish kryeministra dhe madje zëvendës kryeministri aktual. Atëherë pse në këtë rast po bëhet përjashtim? Pse ky insistim i panevojshëm për një formalitet procedural që nuk ka ndikim në thelbin e çështjes, shkruan në reagim zyra e kryeministrit, e cila njofton se mbetet e hapur për bashkëpunim me institucionet ligjore. Është mbajtur ceremonia solemne e diplomimit të gjeneratës së 45 të kadetëve të shërbimit korrektues të Kosovës. Ky aktivitet pason përmbylljen e suksesshme të trajnimit bazik për 111 oficer korrektues. Sot diplomuan 111 kadet të shërbimit korrektues të Kosovës. Të pranishëm në ceremoni ishin edhe kryeministri Albin Kurti dhe ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu. Me diplomimin e gjeneratës së 45 të zyrtarëve korrektues, ne forcojmë edhe ma shumë sistemin ton korrektues dhe i shtojmë radhët me profesionistë të përgatitur. Ata e ato do të jenë garantues të drejtësisë dhe rregullit në institucionet tona korrektues. Diplomimi 111 kadetëve sot nuk është thjesht një ceremoni, por një dëshmi e angazhimit ton për një sistem korrektues të fuqishëm, të sigurt dhe të drejtë. Ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu ka theksuar se me ndryshimet që janë bërë dhe hapat që kanë ndërmarrë si qeveri, është shtuar dukshëm numri grave në shërbimin korrektues të Kosovës. Ky institucion nuk është thjesht një hallk në zinxhirin e drejtësisë, por një mekanizëm vendimtar për sigurinë publike, rehabilitimin e të dënuarve dhe garantimin e një sistemi korrektues që mbështetet në ligj, profesionalizëm dhe dinjitet njerëzor. Fuqizimin e rolit të grave në sistemin korrektues, duke mbështetur rekrutimin dhe avancimin e tyre në këtë sektor jetik të drejtësisë. Dhe vetëm brenda këtyre viteve, pra 4 viteve, numri i grave që janë punësuar në shërbimin korrektues të Kosovës është 100. Për të gjithë kadetët e diplomuar, u ndan diploma. Zyrtarët e institucioneve dhe të partive politike kanë uruar 7 marsin ditën e mësuesit. Në urimin e presidentes Osmani thuhet se mësuesit mbeten shtylla e shoqërisë dhe ata që formsojnë mendjet dhe zemrat e kombit. Kreu i PDK-s Memli Krasniqi ka uruar mësimdhënësit duke thënë se kjo është një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit ton që na kujton themelin e çdo suksesi si shoqëri. Edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka shprehur mirënjohje dhe falënderime për të gjithë mësimdhënësit të cilët kanë kontribuar dhe kontribuojnë në edukimin e përparimin e shoqërisë sonë. Mësimdhënësi Shaib Krasniqi nga shkolla Naim Frashëri në Breznicë është nderuar me çmimin për mësimdhënësin më të mirë Shaban Jashari. Ministri i Arsimit Arboria Nagavci, duke vlerësuar kontributin e mësimdhënësve, tha se ndikimi i tyre në jetën e fëmijëve shkon përtej klasës së shkollës dhe bëhet pjesë e pandashme e zhvillimit të shoqërisë sonë. Shaib Krasniqi është nderuar me çmimin Shaban Jashari si mësimdhënësi më i mirë i vitit. Krasniqi, mësues në shkollën Naim Frashëri në Brezhnis të Obiliqit, çmimin ja dedikoi stafit të shkollës dhe nxënësve.
Këta kanë qenë shtës dhe shkaktar që unë të konkuroj për çmimin Shaban Jashari. Një falënderim i veçantë shkon për nxënësit e shkollës, që besoj se falë rezultate dhe të tyre të treguara si në nivel shkolle, nivel komune, po ashtu dhe nivel shteti, unë kam marrë dhe të ky çmim. Në ceremoninë organizuar nga Ministria e Arsimit u tha se mësimdhënësit punojnë shumë dhe përballen me shumë sfida. Për mësuesit ka shumë emërtime. I quajnë edukator, mentor, instruktor, mësues, arsimtar, mësimdhënës, e shumë shpesh edhe prindi dytë. Dhe të gjitha këto qëndrojnë e janë të merituara. Ndërkohë Nagafsi ndau edhe mirënjohje për 30 mësimdhënësit e dalluar, duke uruar edhe festën e 7 marsit, ditën e mësuesit. Ndërkohë festën e 7 marsit, mësimdhënësve u ka uruar Sindikata e Bashkuar e Arsimit në Kosovë, sipas të cilës, falë angazhimit të tyre, vendi sot ka shumë doktor shkencash, mjek, jurist, gjykatës, prokuror dhe profesionistë të shumt në fushat e ndryshme, të cilët kontribojnë në zhvillimin e shoqërisë. Zbashk shprehu shqetësimin që vendi nuk e njeh kontributin e mësimdhënësve të viteve të 90-ta, për çka tha se disa po dalin në pension vetëm duke marrë pensionin e pleqërisë, por pa u vlerësuar si duhet me pensionin kontributdhënës që e meritojnë. Me heqjen e autonomisë në vitin 1989, mësimdhënësit dhe studentët ishin përballur me dhunë policore e masa të tjera deri të përjashtimi masiv i personelit arsimor. Veprimet e pushtetit sërb për të penguar mësimin në gjuhën shqipe ishin shpërsuar, por mësimdhënësit rezistuan. Ata vendosën që edukimin në gjuhën am të vazhdonin në shtëpi banimi, e kur kanë kaluar 36 vjet ata kujtojnë rezistencën ndaj armikut. As dhuna policore e përjashtimet masive nga puna të personelit arsimor gjatë viteve të 90-ta nuk e ndalën mësimin në gjuhën shqipe. Teksa dyert e shkollave nuk i gjetën më të hapura, mësimdhënësit shqiptar vendosën që mësimin në gjuhën shqipe ta bënin në shtëpi banimi. E kur kanë kaluar më shumë se 3 dekada gjysmë në ditën e mësuesve më 7 mars, ata rrëfejnë për rezistencën ndaj armikut e vazhdimësisë së edukimit në gjuhën am. Të gjitha shkollat, kolektivet shkollore u deklaruan se nuk do të punojnë me ligjet serbisë, nuk do të punojnë me plan programet serbisë dhe nuk do të punojnë me tekste mësimore të serbisë. Universiteti dhe sulmi drejt për drejt në arsim ka qenë jashtëzakonisht shumë i qëllimshëm sepse arsimin realisht ka prodhu elita intelektuale, ka prodhu artikulim politik për drejta më të mëdha të shqiptarëve në Jugosllavi. Dhe mendoj që këtu ka qenë edhe arsyeja kryesore e goditjes së fuqishme të arsimit. E kjo formë e rezistencës së atyre viteve u reflektua përmes punës së artistëve dhe ulëmtuesve të gjeneratave të reja. E unë si gjenerati lindur në vitin 2000, historitë të cilat janë interpretuar kanë qenë histori se qysh është tregu rezistencë gjatë viteve të 90-ta, e pse jam nalt bashkë tek shkolla shtëpia ka qenë se shtëpia gjyshet është tiru për 7 vite për një prej fakulteteve të Universitetit Prishtinës, Fakultetit Megatronikës. Pjesë shumë e rëndësishme e projektit është ajo harximi fizik përmes mjeteve digjitale që me qenë sa më i qasshëm për krejt trit në Kosovë fillimisht, po edhe jashtë. Rreth 300 objekte private gjatë viteve të 90-ta ishin shfrytzuar për edukimin në gjuhën shqipe. Në kuadër të aktiviteteve për ditën e mësuesit, kryetari i Prishtinës Përparim Rama dhe ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Petrit Malaj vizituan shkollën Mehmet Gjevori për të nderuar kontributin e pedagogut nga Shqipëria. Aty u ndanë edhe mirënjohje për mësimdhënësit e dalluar duke vlerësuar rolin e tyre në edukimin e brezave të rinj. Në shënim të 7 marsit, ditës së mësuesit, kryetari i Prishtinës Përparim Rama bashkë me ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë Petrit Malaj vizituan shkollën Mehmet Gjevori në kryeqytet. Shkollë që mban emrin e pedagogut nga Shqipëria, i cili u vlerësua lart për kontributin e tij në arsimin në Kosovë. Përveç nxënësve e mësimdhënësve, aty pjesëmarrës ishin edhe familjarë të Gjevorit. Ka qenë edukator që ka mësu breza pas brezave, dhe shkrimtar që i dha arsimit shqiptar abetarën e tij të parë. A i dini këtë, nxënës të nderuar, abetarën e parë e ka dhënë zoti Mehmet Gjevori këtu në Kosovë. Edhe kur shumë nga kolegët e tij i detyruan të largoheshin, Mehmet Gjevori mbeti. Është një ditë që simbolizon sakrificën, përkushtimin dhe dashurinë e pamas për dijen,
jam shumë i kënaqur që sot në 7 mars, në këtë ditë shënuar për arsimin dhe kulturën tonë kombëtare, të jem këtu mes jush në një institucion që mban emrin e njërit prej mësuesve më të ndritur që ka njohur historia jonë, Mehmet Gjevori. Në kuadër të aktiviteteve për 7 mars, Komuna e Prishtinës mblodhi në sallën e Kuvendit Komunal mësimdhënës e drejtor të shkollave të ndryshme të kryeqytetit. Është një moment për të shprehur mirënjohjen ndaj atyre, që me përkushtimin e tyre të palodhur kanë qenë gjurmë të pashlyeshme në jetën e secilit prej nesh këtu. Mësuesit janë ata që i mbajnë gjallë shekujt e dijes, ata që me zellin dhe dashurinë e tyre na kanë udhëhequr përmes çdo sfide. Rama dhe Lushaku Sadriu ndanë mirënjohje për mësimdhënësit e dalluar. Në kuadër të ditës së mësuesit në shkollat shqipe të Medvegjës u mbajt orë letrare me pjesëmarrjen e nxënësve dhe poetëve vizitor. Kjo ngjarje simbolike përkujtoi rëndësinë e arsimit në gjuhën shqipe, i cili vazhdon të zhvillohet pavarësisht sfidave. Kujtesa për shkollën e parë shqipe dhe përkushtimi i zhvillimit të procesit mësimor pavarësisht numrit të nxënësve, mësimdhënësit shqiptar i mban të vendosur të kontribuojnë zhvillimit të arsimit në gjuhën shqipe në komunën e Medvegjës. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur ndalimin e importit të kafshëve të gjalla dhe produkteve të tyre nga Hungaria pas konfirmimit të shpërthimit të sëmundjes virale afta epizotike në zonën kufitare me Slovakinë. Sipas agjencisë, afta epizotike është një sëmundje me përhapje të shpejtë që prek lopët, delet, dhit, derat dhe ripërtypësit e egër. Sëmundja nuk paraqet rrezik për shëndetin e njerëzve, por shkakton dëme të mëdha ekonomike. Kosova ka kapacitete inspektuese për të mbajtur situatën nën kontroll në rast të ndonjë rasti të mundshëm, thuhet në njoftimin për medje nga kjo agjenci. Në hapësirat e Institutit Albanologjik u bë promovimi i monografisë shkencore Shkrimtarët shqiptar 1954-1990 i autorës Meliza Krasniqit. Në këto monografi shkencore trajtohen një numër i konsiderueshëm i veprave të shkrimtarëve shqiptar që kanë lënë gjurmë në artin letrar gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20. Lëvizja popullore e Kosovës me selinë Zvicër e Gjermani njofton se në bashkëpunim me disa shoqata shqiptare në Belgjik në vendin Place du Luxembourg të kryeqendrës së BE-s në Bruksel, për nder të ditës së grave me datë 8 mars, organizon tubim përkujtimor për nderimin e grave dhe vajzave shqiptare. Ky tubim, sipas organizatorit, mbahet sidomos për ato të familjes Jashari, ku me dhunën dhe masakrat serbë të datave 5, 6 dhe 7 mars vitit 98 në Prekaz ran heroikisht sypa trembur në altarin e lirisë. Bëhet e ditur se në të njëjtën kohë mbahet edhe një protestë patësore lidhur me dhunën e ushtruar mbi shqiptarët në viset ku ata jetojnë që nga lashtësia e tyre. Para lajmeve ndërkombëtare dhe një njoftim mortor, në moshën 79 vjeçare pas një sëmundje të rëndë të gjatë ka vdekur drejtori i Radios Kosova e Lirë, profesor Ahmet Qeriqi. Ai pasi u arrestua dhe u dënua në vitin 1965 për propagandë armiqësore, u përjashtua nga shkolla dhe kaloi në për periudha të vështira, duke përfshirë shërbimin ushtarak dhe studimet universitare. Qeriqi ishte aktiv në veprimtari ilegale që nga vitet 1960, duke bashkëpunuar me figura të tjera të njohura të kohës, përfshirë formimin e organizatës për çlirim dhe bashkim kombëtar. Ai kontriboi në organizimin e luftës së UÇK-s, ku nga shtabi i përgjithshëm u caktua përgjegjës i Radios Kosova e Lirë, të cilin e udhëhoqi deri në ditën e vdekjes. Presidenti Amerikan Donald Trump para gazetarëve në shtëpinë e Bardhë ka thënë se po e konsideron seriozisht vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Rusisë. Ndërkohë Arabia Saudite ka njoftuar se të martën në Jeddah do të mbahen bisedimet mes SBA-s dhe Ukrainës. Foreign terrorist organizations or otherwise law-breaking activities. Presidenti Amerikan Donald Trump ka folur para gazetarëve në zyrën ovale në shtëpinë e Bardhë. Trump ka thënë se e ka më të vështirë me Ukrainën dhe çështjen e saj. But right now they're bombing the hell out of Ukraine, and I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine.
Presidenti Amerikan ka thënë se seriozisht po konsideron sanksione të reja në shkallë të gjerë kundër Rusisë deri atëherë kur të arrihet marrëveshja për paqe, edhe pse nuk ka dhënë kurfar detajesh se për çfarë sanksionesh bëhet fjalë. CBS ka raportuar se sanksionet do të aplikohen ndaj bankave kineze që bashkëpunojnë me Rusinë, si dhe sanksione ndaj të gjitha bankave ruse mund të vinë në shprehje. Trump ka thënë se Rusia po e bombardon ashpër Ukrainën dhe se u ka thënë atyre se nuk mund ta bëjnë këtë. Megjithatë, sipas kritikëve, tarifat apo sanksionet amerikane nuk ka gjasa ta shqetësojnë presidentin rus Vladimir Putin për shkak të tyre. Një nga gazetarët e ka pyetur presidentin Trump pse vendet evropiane nuk kanë propozuar ndonjë plan paqeje, derisa presidenti Trump është përgjigjur se disa pyetje nganjëherë mbeten pa përgjigje. Why don't you think any other European countries are offering a peace deal? It seems like no one's come to the table for peace except for you. Yeah, it's a very good question. Sometimes questions aren't answerable. Ndërkohë, mësohet se Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina do të takohen për bisedime në Arabinë Saudite të martën që vjen. Ministria Arabe e Punëve të Jashtme ka lëshuar një komunikat përmes së cilës e mirëpret takimin që do të mbahet në Gjeda. Shikues të nderuar, ky ishte materiali i fundit për këtë edicion të lajmeve. Në emër të ekipit realizues ju falenderojmë për vëmendje. Natën e mirë.